si ka mundësi e qenë këto çështje deri do të pyes për klubin e Partizanit. Që unë e di, po kam qejf të ma spjegoni ju se keni qenë marrë me klubin e Partizanit. Gërdecin, 21 janarin, rruga Kombit, këto janë çështje jo vetëm vjedhje të grabitje, jo vjedhje, por janë dhe gjaksore. Pra, si duhet besojnë si qytetar ke Spaku, kur Spaku ma një double standard. E bën këte nga presioni, e bën këte nga pagesat që merr, e bën këte për orientim politik. Jo, një pikpyetje, kam të drejta ngrejon këtu. Patjetër, pikpyetjet janë legjitime në çdo rast. Unë besoj që qoftë drejtuesi i Spakut, por qoftë edhe drejtuesit e GKK-s, gjykatës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, se ky është problemi më i madh, nuk është Spaku. Është GKK-ja për gjitha këto çështje për cilat ju folët. Është dhe GKK-ja atje më tanë që duhet të çojë proceset përpara. Nuk besoj që ja mohojnë pikpyetjen gjithkujt që kërkon të flasi për apo të ngrej pikpyetje për punën e tyre dhe veprimtarinë e tyre. Shiko, unë kam qenë një nga mbështetësit kryesorë të reformës drejtësi. Mbase për shkak të përvojës në parlament, mbase për shkak të zërit më të fortë në parlament e kështu me radhë, po edhe për shkak dëshirës time që në këtë vend të bëj drejtësi. Të bëj drejtësi për këto çështje për cilat ju thoni, po të bëj drejtësi edhe për çështje korruptive që janë në të përditshme në qytetarëve në raport me institucionet e qeverisë, po edhe me vetë qeveri. Unë e dija këtë që në momentin që ne kemi miratuar reformën drejtësie, dija që do të vinim në një pikë të tillë. Ajo që detyrimisht që unë nuk jam dakord, nuk e pranoj dot, e kështu me radhë është që ngjarje të tmerrshme, korruptive që kanë ndodhur para vitit 2013 apo para vitit 2015-2016 kur u bë reforma drejtësi, 2016 konkretisht kur filloi të vihet në lëvizje mekanizmi i reformës drejtësi me vettingun radh parë e pastaj me ngritjen e institucioneve të reja të drejtësisë, të mos hetohen, të mos gjykohen dhe personat të mos mbahen përgjegjës. Këtë nuk e pranoj dot. Por në krahun tjetër ju nuk do të dëgjoni kurrë që unë të flas me negativitet përkundrejt këtyre institucioneve të reja të drejtësisë. Nuk do të dëgjoni kurrë nga unë që ti sulmoj. Unë thash segmente ose individ. Qoftë edhe për segmente, unë nuk i ndaj dot. Nëse kam pas një vërejtje për Erion Velin. Fal, po ju thoni në momentin që thoni unë nuk e pranoj dot që këto nuk do shkojnë krimin gjaksor. Korrupsionin gjaksor. Unë nuk e pranon, e thon me etik, po njëjtën gjë thu. Njëjtën gjë thu, po e pranon. Të lutem, më lër ta mbaroj. Pra, nëse ka pas një gjë që unë nuk e pranoj edhe tek Erioni, ai është në kushte të vështira etj me radhë, patjetër që ka drejtën e tij legjitime që të mbrohet etj me radhë, por unë do doja shumë që Erioni të bërtiste fort edhe të ulërinte të vërtetën e tij personale. Mua nuk më intereson fare e vërteta një prokurori atje, e vërteta një prokurori jetës tij, sjelljes tij, e ku di unë tjerë me radhë. Duhet t'i interesoj institucioneve që kushtetuta ka legjitimuar për t'u marrë me të. Mu nuk më duhet, domethënë sulmi publik përkundrejt institucioneve të reja të drejtësisë. Mua më duhet që institucionet që ka parashikuar kushtetuta në raport me prokurorin, me gjykatën të funksionojnë.